Në këtë obarru volas kujtimi më i tresht për banorët e fshatit Kërnic të komunës së Klinës. Këtu gjatë luftës kishte ndodhur masakra më e madhe në gjithë territorin e Klinës. I zoti i shtëpisë, Osman Zhabota, kujton masakrën e tmerrshme, ku viktima kishin mbetur shumë familjarë të tij. Gjatë luftës, shembull, këna përjetu shumë ranë, sidomos familja jonë. I kem 6 vram, e 7 plagum. Në komunë Klinës, ma mërmenja kërkosh nuk ka ma shumë viktima se na. E kem pas në djallë të lagjës, ajo konë si pres i lagjës këtë, është kyqë që ke shumë heret, edhe në bazë tina tash e kanë morë vesh, është informu se kjo familje, edhe se na kanë të ardhën pak, e na kanë për ndjekën për i serbit shumë. Në këtë shpi këtë, jenë kanë të jetu, jenë ardhë i kanë nëzirë, i kanë qitë për jashtë, që të në bërë, i kanë vra. Dë me plëme, dë me thika, dë masakër kanë bo. Unë i kom pas të gjallarve. Vetëm familja jam ka pështu se nuk o konë këtë. Këta jenë shku në bërshtre, në atë moment ata jenë dalë gjithë boshë, po ata kur ka qenë nëse beja kështë aja farlej marveshje, jenë këthy e në ardhë këtë. E këta s'jenë këthy, s'kanë pasë mundësi më këthy, edhe kur kanë fillu bombardimet me 6 maj, kanë ndodhë masakra. Ai në atë kohë ndodhej në Zvicër, derisa sot me lot në sy, kujton momentin se si përmes televizionit kuptoj çka kishte ndodhur me familjen e tij. Lajmin ma ka thonë, i kom dëgju lajmet atë jeshit, edhe një djallë i vogël 8 muajsh, është i plagum. Edhe e kanë morë, e kanë qitë në Shqipëri, për Shqipëri e kanë qenë në Itali, në spital ushtarak në Rom. Edhe o konë emision atje, Rai 3, kush e ka po. Italisht është Kila Vista, emnin, e titlin e ka shanë, sikur jemi janë gjitë titlin programit ju, edhe tash një mbromje, të e këqyrat emision, dull gazetarja, fillaj me prezentuat thmion e vogël, në ato se njesha, se kur kish lejon që në konë të shpija. Edhe ja tha emnin e mbi emnin, edhe po vanë fata. Për dita që është haj, se kom pas në dëqu si ka lindë, edhe ja kanë gjitë emnin në emën gjyshet të herë.